Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për hënën e re, që është në datën 18 janar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit janar, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe videot e vitit 2026. Atëhere, do flasim në lidhje me hënën e re. Është një hënë e re që ka ndikimet e veta për 29 ditë rresht. Kështu që është mirë që ta dëgjoni këtë video. Është një hënë e re që do ketë intensitet, por do ketë edhe kthesa dhe ndryshime të papritura në jetën e gjithë secilit dhe do ndikojnë në forma dhe mënyra të ndryshme. Gjithsesi, do flasim nga ana psikologjike. Kjo hënë e re, që është në shenjën e briciapit, vjen për t'ju zgjuar në lidhje me situata të ndryshme që keni. Nuk keni më nevojë të duroni një lloj privimi emocional ose dhimbjet që ju keni. Është koha që të luftoni me veten tuaj, të mbushni zemrat tuaja me emocione të gjalla, por të keni dhe kontakte kuptim plote. Mesazhi i kësaj hëne të re është shumë i qartë dhe ju thot mjaft me ftohtësinë, mjaft me izolimin. Duhet të besojmë përsëri në dashuri, në mirëkuptim dhe në kontakte emocionale që mund të kemi dhe për nevojat që ju mund të keni. Gjithsesi, është një hënë e re ku do përjetoj dhe kriza të ndryshme, që do jenë më tepër sociale ato, dhe kjo hënë e re sjell ndryshime, sepse ka një kuptim shumë të thellë, na mëson se një fillim i ri i vërtet kërkon që gjithkush të mësojë nga gabimet e veta, por të ndryshojë dhe qëndrimin ndaj jetës nëpërmjet gabimeve që mund të keni bërë ose që mund të jenë bërë. Është një thirrje me këtë hënë të re, si duhet të jenë gjërat, të lëmë iluzionet, fantazitë dhe të punojmë që me gjërat që vërtet janë reale në jetën tuaj, sepse aty kemi Saturnin, kemi Neptunin. Neptuni është imagjinar, Saturni është një planet që kërkon gjëra më konkrete dhe gjëra më të vërteta, dhe kështu që do lëvizin nëpër imagjinatën tonë. Në versionin e lumturisë që mund të afrohet, dhe këtu do ketë ndryshime nga ajo që kemi ëndruar deri tani. Gjëja më e rëndësishme është që të ngacmohet fantazia gjatë kësaj hëne të re dhe të lindin ato mundësitë vërtet ashtu si ju i prisni. Do kenë ndikimet e veta të gjitha shenjat e horoskopit, por gjithsesi është një hënë e re më tepër ku afron dhe paraqet kriza, por dhe shërim së bashku. Është një hënë e re në briciap, është sfiduese, është mbështetëse, shtyn të ndryshojmë dhe në të njëjtën kohë na jep mjete përmes aspekteve pozitive për të arritur këtë gjë. Nuk është një proces i lehtë, kuptohet, por është një proces i nevojshëm, nga i cili dalin gjëra më të mençura, gjëra më konkrete, por dhe më të pjekura në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, të favorizuar për mirë, të favorizuar do jetë shenja ujorit, shenja e peshqve, shenja e peshores. Ndërsa shenjat që do kenë pak presion, dhe kjo varet se jo të treja dhjetishet bien njësoj, do jetë shenja e binjakëve, shenja e akrepit, shenja e shijetarit. Gjithsesi do ketë sfida që do përballen, por do kenë edhe zhvillime pozitive në fund. Do ndikoj pozitivisht, nëse këto sfida do vinë para jush, vinë për të marrë për të ndryshuar gjërat. Ndërsa në lidhje me shenjën e dashit dhe të gafores, do ndihet më fuqishëm te ju, te këto dy shenja. Do ketë disa tendenca të përzira, nga një anë do ketë presion, nga ana tjetër do ketë mundësi dhe mundësira në lidhje me çfarëdo lloj situate që jeni.
Por ndërkohë te Demi dhe te Virgjresha do jenë mjaft të favorizuara në lidhje me këtë hënë të re. Ndërsa te Luani dhe te Dashi përsëri do jenë të favorizuar, por kjo do të thotë varet domethënë shumë edhe nga individi në lidhje me këtë gjë. Gjithsesi, këto ndryshime do vinë, si në lidhje me dashurinë, varet nga situata. Është një hënë e re që shëron dhimbje nga e kaluara, por është edhe një hënë e re që të detyron që të ndryshosh diçka në jetën tënde. Dhe këto ndryshime të jenë të motivuara. Dhe kjo mund të ketë lidhje në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje dhe te vendi i punës, në marrëdhëniet familjare, në lidhje me anën ekonomike. Te gjithë secili ndikon në formën e vet. Dhe thash që ndikimet nuk janë te 8-10 ditëshet njësoj, ato ndryshojnë. Disa mund të kenë lidhje në lidhje me shoqërinë, në lidhje me qëllimet e tyre. Një pjesë tjetër mund të ketë zhvillime në shtëpi, në familje. Një pjesë tjetër mund të kenë zhvillime në çështje të pasurive të paluajtshme, ndërsa për një pjesë tjetër mund të jenë edhe në lidhje me njohjet, në lidhje me dashurinë, ku ju do keni kontakte, do riktheheni ku kishte largime. Më në fund mund të kapërceni disa probleme të së kaluarës, por për një pjesë tjetër ndikon mund t'japi mundësi të mrekullueshme në lidhje me qëllimet profesionale, në lidhje me suksesin te vendi i punës, por dhe nga ana ekonomike. Por do ketë edhe përfitime financiare. Gjithsesi nuk është se ndikon të gjithë njësoj, tham. Unë do shoh tarotin për të vazhduar në lidhje me këtë hënë të re. Atëherë do shohim se çfarë na thot taroti në lidhje me këtë hënë të re. Çfarë energji do na vi? Atëherë, kemi energjitë shenjave të ujit, kemi energjitë shenjave të tokës, kemi dhe energjitë shenjave të zjarit. Gjithsesi, janë të përgjithshme, përfshihen edhe shenjat e ajrit. Ju shoh që do ndiheni mirë gjatë kësaj hëne të re, mund të keni lajme të mira në lidhje me një fillim të ri. Dhe ky fillim i ri mund të jetë një fillim i ri në dashuri, ku ju do ndiheni shumë entuziast. Por ndërkohë dëshironi dhe të riskoni në lidhje me një njohje të re, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe shoh që ju do merrni iniciativa në lidhje me këtë gjë. Për pjesën tjetër, ndoshta ju mund të ketë lidhje me shoqërinë tuaj, mund të ketë lidhje me shtëpinë, ku ju dëshironi të bëni diçka të re, ndoshta dëshironi të përfitoni një pronë, dëshironi të ndryshoni shtëpi, dëshironi të bëni udhëtime. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me anën ekonomike, por dhe situata të tjera, fillimet e reja, një biznes i ri, një aktivitet i ri, ose dhe blerje të mëdha që ju dëshironi të bëni. Por ju shoh që do merrni iniciativa, disa prej jush do keni dhe kontrata gjatë kësaj hëne të re, ju shoh shumë të guximshëm, me shumë pasion do t'i bëni gjërat, dëshironi të jeni të parët në lidhje me këto fillime të reja, por shoh edhe disa prej jush mund të kenë lidhje edhe me shtetin, në lidhje me një fillim të ri. Mund të jetë një biznes që ka nevojë për dokumenta, mund të jetë një pronë ose diçka tjetër. Gjithsesi vazhdojmë shohim çfarë na sjell energjia e shenjave të ujit. U shoh disa prej jush ndiheni shumë mirë. Dhe shoh që ju kemi energjitë shenjës së Demit këtu, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ujit. Gjithsesi shoh që do ndiheni shumë mirë, do të jepni drejtim në lidhje me një dashuri, me një person, me një takim, ose në rastin tjetër në lidhje me një udhtim për një pjesë tjetër. Ndërsa për disa të tjerë ju dëshironi të jepni drejtim, këtu kemi dhe pak energjinë e gaforit sepse kemi karocën, gjithsesi energjinë e gaforit se kemi dhe te 2 kupat. Gjithsesi unë shoh që ju mund të jeni në udhëtime, mund të merrni lajme të mira në lidhje me dashurinë, në lidhje me një takim, do jeni duke shprehur këtë dashuri. Për pjesën tjetër mund të jepni drejtim shtëpisë, familjes tuaj, por dhe anës ekonomike, sepse jemi te energjia e Demit, Demi është shenjë tokës, ku përfaqëson më tepër anën materiale, por shoh që do keni dhe mundësi
të ndryshme në lidhje me qëllimet tuaja. Nëse ju I vendosni qëllime vetes për të vazhduar atë diçka në lidhje me punën, me profesionin tuaj, për të çuar gjërat para, atëherë ose në lidhje me qëllimet që ju mund të keni. Atëherë shoh që do hyni dhe në partneritete, por do jenë partneritete shumë të mira, sepse ju shoh që ju do harrini të jepni drejtim situatave të ndryshme që ju mund të keni. Ndërsa për një pjesë tjetër jemi te energjia e demit këtu, mund të keni mundësi ekonomike, mundësi profesionale, përfitime ekonomike, dhe ju shoh që futeni në partneritete është një energji shumë e bukur në lidhje me ju. Atëherë vazhdojmë në lidhje me energjinë e tokës dhe kemi përsëri energjinë e shenjës së demit, por edhe kemi ujorin këtu, por kemi dhe shenjat e tjera të tokës. Atëherë, kemi energjinë e shenjës së akrepit, kemi energjitë të shenjave të tokës përsëri. Ju dëshironi të bëni një fillim të ri nga zerua. Ndiheni shumë entuziast në lidhje me këtë fillim të ri, mund të jetë një njohje e re, një dashuri e re. Në rastin tjetër, ju dëshironi të bëni ndoshta një udhtim ose kontakte të ndryshme në lidhje me shoqërinë tuaj. Për pjesën tjetër, ka lidhje me anën ekonomike, sepse jemi te energjia e tokës përsëri, dhe këtu përfaqësojnë gjitha shenjat e horoskopit, sepse kemi gjitha energjitë e kjo kartë. Por shoh që dëshironi të jepni fund diçkaje. Ju do të jepni fund, jo dëshironi, por I jepni fund diçkaje, mbyllni diçka që nuk ju shërben më, lini mbrapa vështirësi që mund të keni kaluar, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me njohjet, lidhjet marrëdhëniet nga ana profesionale, ose ju dhe do luftoni dhe do kërkoni gjëra dhe të drejtat tuaja shoh. Por shoh edhe surpriza që ju vinë. Do keni shumë surpriza para. Në lidhje me dashurinë, mund vi një person, sepse shoh që ju mungon dashuria. Një pjesë tjetër, mund të jepni fund dhe të keni ndryshime të mëdha në lidhje me anën ekonomike, sepse shoh shumë fort, ju keni që me shumë pak para në përduar, kjo gjë ndoshta ju ka mërzitur, ju ka lodhur, dhe ju dëshironi ta ndryshoni anën ekonomike. Ndoshta aty ku punoni nuk jeni të kënaqur me të ardhurat që keni, sepse nuk ju ngelet gjë, dhe shoh që ju do filloni të ndryshoni në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Ndërsa për një pjesë tjetër ka lidhje me anën shëndetësore, për gjithë ata që ndoshta kanë pasur vështirësi në anën shëndetësore. Atëherë është momenti që ju të ndryshoni gjërat, të ndryshoni rutinën tuaj të përditshme, të bëni diçka ndryshe për të ruajtur një shëndet të mirë. Ndërsa një shëndet të mirë ju mund të bëni kontrole të ndryshme mjekësore, por kjo tregon një lloj kujdesi në lidhje me ndryshimet që ju do bëni nga ana shëndetësore. Një pjesë tjetër mund të keni kaluar shumë vështirësi, shumë sfida, dhe në lidhje me marrëdhëniet, në lidhje me partneritetet, me bashkëpunimet, me bizneset, diçka që ju ka stresuar, ju ka lodhur, por ju do arrini të bëni këto ndryshime. Shoh disa prej jush mund të jeni të lodhur fizikisht, ndoshta punoni shumë, të ardhurat janë të vogla, ju jeni të pakënaqur nga pagesat ose nga parat që ju shpenzoni dhe çfarë ju ngelet, por dhe kjo gjë ju ka lodhur sepse ndiheni të lodhur shumë edhe fizikisht. Duhet keni kujdes me shëndetin, gjithsesi unë shoh që ju do ndryshoni diçka në lidhje me shëndetin tuaj. Dhe vazhdojmë shohim energjinë e shenjave të zjarit, çfarë na sjellin. Dhe kemi energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të tokës. Atëherë, unë shoh që ju do jeni dëshironi të merrni iniciativa në lidhje me gjithçka, në lidhje me dashurinë, një pjesë prej jush. Pjesa tjetër, ndoshta ju dëshironi të merrni, më falni. Atëherë vazhdojmë. Jemi te energjia e shenjave të zjarit, shenjave të ajrit, shenjave të tokës, gjithsesi përfshihen gjitha energjitë. Ju shoh që do merrni iniciativa, do keni kontrata të rëndësishme, do keni fillime të reja ose iniciativa në lidhje me dashurinë, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ju shoh dhe me qëllime në veten tuaj. Ju dëshironi që t'i bëni gjërat shpejt dhe të filloni të ndryshoni gjithçka në lidhje me situata të ndryshme që keni.
nga ana ekonomike, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme. Një pjesë tjetër ndoshta në lidhje me dokumenta të ndryshme që kanë lidhje me shtetin. Varet se jo të gjithë janë në këto situata. Pjesa tjetër në lidhje me anën financiare, dëshironi të ndryshoni diçka aty. Por ju shohni një energji që ju ndiheni konfuz, edhe pse dëshironi të merrni iniciativat, dëshironi të ndryshoni diçka në veten tuaj në lidhje me situatat që keni. Përsëri sikur tërhiqeni brenda vetes, doni të mbroni veten tuaj dhe nuk i jepni zgjidhje situatave. Por shoh që ju ose do mbështeteni nga dikush në lidhje me iniciativat që do merrni, ose në rastin tjetër ju mund të lehtësoheni pak në lidhje me këto situata, në lidhje me shqetësime të brendshme, sepse jemi te energji e shpatave, ndoshta sepse kjo hënë e re sjell edhe stabilizim ose mobilizim në lidhje me pasiguritë, frikrat, sepse është një lloj situate që ju doni të mbroni veten dhe nuk hidhni hapa, edhe pse dëshironi të merrni iniciativa. Unë ju shoh në një pjesë prej jush jeni në një pozicion të favorshëm, jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me zgjidhjen e disa situatave, edhe pse në një moment do futeni në ato dilemat tuaja, por ju do arrini të pozicionoheni dhe ky mund të jetë një pozicion te vendi punës, mund të jetë një pozicion ekonomik, dhe të largoheni nga këto pasiguri që keni, ose nga këto dilema që ju keni, duke filluar një cikël të ri. Gjithsesi ju shoh me qëllime, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, dilni nga këto situata, do filloni të mendoni për t'i dhënë zgjidhje situatave, por dhe në lidhje me profesionin tuaj ose me situata të ndryshme që keni. Dhe vazhdojmë se çfarë energjie do na vi. Dhe kemi energji të shenjave të ajrit. Kemi energji të shenjave, shenjë demit, shenjë peshores, shijetari, dhe kemi energji të shenjave të ujit përsëri. Shoh që mund të keni ngecur të bllokuar në mendimet tuaja, në lidhje me pasiguritë tuaja, me frikrat tuaja. Ose për një pjesë tjetër, kjo mund të ketë lidhje edhe me një pjesë të errët që ju keni brenda vetes tuaj, duke menduar negativisht se gjërat nuk ju ecin, ju nuk mund të ndryshoni dot situatat. Por kjo hënë e re që vjen në shenjën e bricjapit nuk të lejon, sepse shoh që disa prej jush mund të kenë ngelur në këto mendime, por rruga është e hapur. Ju mendoni që një dashuri nuk ecën, një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie. Ose në rastin tjetër puna juaj, ana juaj ekonomike. Por unë shoh që rruga është e hapur në lidhje me fillimet e reja. Fillon diçka e re, mund të jetë një dashuri e re, mund të jetë një shtatzani për një pjesë tjetër, ju sikur i lindni nga këto situata të vështira, dhe këtë e shohim edhe këtu më lart në ndryshimet që ju do bëni, edhe pse shoh që shumë prej jush ju mungon dashuria, ju mungojnë parat, ndjeni të lodhur fizikisht, ndjeni të lodhur nga ana shëndetësore, atëherë ka ardhur momenti që ju të ndryshoni situatat. Duke dalë nga këto pjesë të errta që ju mund të keni brenda shpirtit tuaj. Dhe për të bërë këto fillime të reja, dhe këto fillime që do bëni, dhe këto ndryshime që do bëni, do marrin një zhvillim shumë të mirë. Domethënë diçka e re do lindi. Mund të jetë një projekt i ri, mund të jetë një bashkëpunim i ri, mund të vi një ide biznesi gjatë kësaj periudhe, por që do t'ju sjelli zhvillime shumë të mira, por do jenë këto fillime që do bëni, do jenë me shumë perspektivë në të ardhmen tuaj. Dhe unë shoh që ju do harrini këto fillime që do bëni, sikur do t'ju qetësojnë nga ana shpirtërore, ju do çliroheni nga gjitha ky bllokim mental që ju keni pasur. Një pjesë tjetër mund të ketë lidhje edhe me situata të ndryshme financiare, në lidhje me shlyerje kredie, me marrëveshje të ndryshme. Por gjithsesi unë shoh që ju do harrini të bëni një fillim të ri që do t'ju çlirojë. Ju do ndiheni më mirë, do dilni nga mendimet negative që ju keni.
duke menduar gjithmonë ose duke ngecur brenda mendimeve tuaja që gjërat nuk po ecin ashtu si duhet. Ju do t'ja arrini qëllimeve më në fund, duke marrë vendime pozitive, duke bërë fillime të reja, dhe kjo ka lidhje edhe në çështje ligjore, se nuk e tham, jemi te energji e shpatave, në çështje gjyqësore për një pjesë tjetër, që mund t'ju kenë bllokuar në mendime, por më në fund shoh që rruga është e hapur, do ketë fillime që do marrin zhvillime të mira dhe ju do të çliroheni në çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje dhe me të kaluarën tuaj. Gjithsesi do hedh edhe disa letra të tjera dhe një ravet. Kemi energjinë e karocës, shenja e gafores, kemi energjitë shenjave të tokës dhe përsëri të tokës. Në fakt dhe kjo honere është në energjinë e shenjës së dritsjapit. Gjithsesi ju shoh që ju do harrini të jepni drejtim, çfarë do lloj situate. Ju jeni duke analizuar brenda vetes tuaj, jeni duke menduar si të jepni drejtim emocioneve tuaja. Dhe kjo mund të ketë lidhje me dashurinë, me një njohje, me lidhje, marrëdhënie tuaja. Në rastin tjetër, sepse jemi te karta e familjes, me familjen, me shtëpinë, me fëmijët. Për një pjesë tjetër, kjo ka lidhje dhe në lidhje me parat, me punën tuaj, por dhe me situata nga e kaluara që ju vërtet dëshironi të jepni drejtim. Ju shoh që do keni ide gjatë kësaj periudhe se si të jepni drejtim situatave, ndoshta në lidhje me karrierën, me qëllimet tuaja, në lidhje me dashurinë, në lidhje edhe me pronat, se nuk e tham. Gjithsesi unë shoh që ju keni punuar shumë dhe ka ardhur momenti që ju të krijoni ide se si të jepni drejtim situatave, si të ndryshoni situatat. Dhe ju shoh që një pjesë prej jush, ju do merrni dhe do jepni, ndoshta me një person, mund të keni qenë të pakënaqur, me një njohje, lidhje, marrëdhënie, ose në lidhje me punën tuaj, me anën ekonomike. Atëherë ju do filloni të lëvizni, do jepni, do merrni me një person, ndoshta për të sqaruar situata dhe për t'i dhënë një drejtim më të mirë, ose për të ndryshuar diçka, ndërsa për pjesën tjetër, për disa të tjerë mund të ketë lidhje me anën ekonomike dhe shoh shumë fort nga ana ekonomike, në lidhje me një shtëpi, ndoshta me një trashëgimi, ndoshta ju keni qenë të pakënaqur. Dhe ju shoh që do merrni disa para, por ashtu si do t'i merrni, ashtu dhe do t'i jepni. Unë do hedh edhe një kartë tjetër. Gjithsesi e rëndësishme është që ju do arrini të jepni drejtim gjithçkaje. Dhe kemi kartën e luanit që tregon shumë qartë forcën që do gjeni, edhe pse keni kaluar shumë sfida, dhe pse keni kaluar shumë vështirësi, atëherë rezultati për ju do jetë pozitiv, sepse ju do arrini që t'i kaloni këto sfida dhe vështirësi. Për disa prej jush që mund të kenë situata të tensionuara gjatë kësaj periudhe ose disa trazira, dhe këto mund të ndodhin në marrëdhëniet familjare, në marrëdhëniet në partneritet, te vendi punës. Mund të jenë probleme të mëdha ose të vogla edhe nga ana profesionale, por ju do arrini të gjeni forcën për të shprehur dhe për të gjetur forcën për të ecur përpara, në lidhje me gjithçka. Gjithsesi kjo do shohim, do marrim një mesazh nga angji dhe shohim se çfarë na thon në lidhje me këtë hënë të re. Atëhere, ka ardhur koha, thot, të shkoni një pushim, thot, të bëni një udhtim, të bëni një pushim, thot. Lëreni kohën, të qetësohet para se ju të merrni vendime në lidhje me fillimet e reja, por dhe me ndryshimet e mëdha që kërkoni në jetën tuaj. Ato dilemat që ju keni brenda vetes tuaj ju vën në dyshime. Kështu që lëreni kohën të qetësoheni, merrni kohën tuaj, të pushoni,
për të menduar në lidhje me vendimet që do merrni, në lidhje me fillime të reja, por dhe me ndryshime të mëdha që doni të bëni në jetën tuaj. Dhe marrim dhe një mesazh tjetër. Sepse shoh që ju ndjeni shumë të lodhur te kjo kartë. Jemi përsëri te energjia e ajrit këtu dhe ju thot, ju presin gjëra të mira, thot. Mos qëndroni gjatë gjithë natës, thot, duke menduar në lidhje me situatat të ndryshme që ju keni. Dhe kjo ka ndodhur për një kohë të gjatë me ju. Sepse prisni më të mirën, mendoni që do vi më e mira drejt jush. Dhe kjo ka lidhje, sepse jemi te energjia e nëndës së shpatave, ku tregon që ju keni qenë për një kohë të gjatë duke menduar si t'jepni drejtim situatave, si t'jepni drejtim një njohje, lidhjeve, marrëdhënieve tuaja, ose për pjesën tjetër në lidhje me ndryshimet që ju kërkoni të bëni gjatë kësaj periudhe. Dhe të dyja karta tregojnë këtë, ka ardhur koha që ju keni nevojë për një pushim, sepse ndjeni shumë të lodhur, për të menduar se si t'i jepni drejtim, sepse shoh një lodhje që ka vazhduar për një kohë të gjatë me ju. Dhe do marr dhe një tjetër, dhe kemi kartën e magjistarit, ku tregon që ju do harini të realizoni gjërat që dëshironi, sepse ju thot, ju jeni gati, keni brenda vetes gjithçka që t'i jepni zgjidhje situatave të ndryshme që ju mund të keni, ose për të bërë ndryshimet që ju nevojiten. Ju keni manifestuar për këtë dhe jeta është e magjishme, thot. Është një mesazh fantastik. Gjithsesi, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, uroj që këtë video ta dëgjoni, sepse efektet janë për 29 ditë rreshta, dhe e rëndësishme është që kjo hënë e re sjell ndryshime të mëdha në jetën tuaj, fillime të reja, por që ju nuk do qëndroni në situatat që mund të keni pasur në vitin 2025. Viti 2026 është vit që duhet të ndryshoni diçka në lidhje me situatat e vështira që ju mund të keni pasur. Atëherë, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Gjithashtu do doja t'ju ftoja të ndiqni edhe videot e muajit janar, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e vitit 2026, video në javës, por dhe me tema për dashurinë. Atëherë, ju uroj një mbasditë të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.